Mëngjesi do të niste me një ide të mrekullueshme të dhënë nga presidentja e shoqatës Xhubleta e Alpeve Shqiptare, zonja Rita Kallai Shkurtaj. Por para se ta tregojmë atë, u tregojmë teleshikuesve se ndodhemi në shtëpinë e adhetarit Alex Selimaj me banim në New York, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por biri i këtij vendi. Provuam një mikpritje të jashtëzakonshme nga ai dhe vëllai i tij, një personalitet mjaft njohur, jo vetëm në Guci, por dhe Shqipëri e Kosovë, po ashtu edhe në New York, zoti Bruno Selimaj, i shuar për kontributet e tij në momentet më delikate të çështjeve të shqiptarëve, sidomos të luftës në Kosovë, i nderuar dhe vlerësuar edhe nga president shqiptar. Kjo shtëpi e ndërtuar e gjitha me gur është rindërtuar nga e para nga Alex Selimaj, duke u mbështetur tek themelet e vjetra. Bruno emigroi në vitin 1970 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas 4 viteve i pati blerë prindërve, motrave e vëllezërve një shtëpi e cila më pas u transformua më 2014 në imazhin e hijshëm dhe unikal që ka sot. Shtëpia ruan traditën shqiptare edhe brenda, ku në ambientet e saj qëndronte në hall një xhublet prej 8 vitesh, të cilën kishte mundur ta siguronte Aleksi. Por për 8 vite, edhe pse asaj nuk i mungonte asnjë element, nuk e kishte veshur asnjë vajzë apo grua. Dhe para se të tregojmë se kush ishte fatlumja që e veshi, le të ndalemi pak te kujdesi që po tregon Rita Kallai Shkurtaj, e cila e njeh tepër mirë këtë fushë. Me gen se xhubleta ishte ekspozume, dashte pa dashte merr pluhun. Por përveç pluhunit merr edhe, si më thon, ato kombinimet e irnave, gjanave që hidhen në shtëpi, për shembull janë në këto detergjente të kështu, dhe gjithmonë duhet me desinfektuar dhe më mirë se rakinja, langri i dohanit, ejka dhe disa gjana që janë bio, ato janë më të mirat për me mbrojt leshin, pavarësisht se ky është lesh i përpunum dhe është i ngjyrosur me si më thon me gjana bimore, do më thon me çajna, me përgatitjet që bëhen këto kombinimet për me dalë ngjyra e zezë, dhe ato e mbrojnë, por nikosisht edhe për i pluhunit, sepse dashte pa dashte kjo dhe dallohet, që ka pluhun, e në këtë rast të kenë se për një punë të shpejt do përdorim rakinë. Rakinja s'ka rëndësi që është rrushit apo kumët, por mjafton që të jetë rakinjë e bëme në shtëpi, sepse nuk ka atë alkoolin që përgatitet në për laboratore. Tash në këtë rast do ta hekim pluhnin në këtë formë. Më thënë thjesht u e fshinj si një e mira është me ka një peshqir që të jetë pamukut, por edhe të pas frikë se lën ke parasysh ato pushin e bardhë. Në këtë rast duhet të punohet sa më me kujdes në mënyrë që të hiqen të gjitha, si thuash, ato pjesët e pluhnit që lanë edhe shenja, që edhe janë të dallueshme me çime kështu më radhë. Kjo xhublet të kenë se ka qenë ekspozuar për shumë kohë, nga ana tjetër ka nevojë edhe në një mënyrë edhe të lagështitet për me ardhur në formën e saj, sepse do t'ja veshim vajzës pas pak, dhe në këtë rast edhe se të thush bëhet edhe ma e dashtën, pra një farë mënyrët edhe zbutet. Nuk ka gjë më emocionuese të shohësh se si një vajzë kaq e hijshme, me origjinë nga ky vend, dhe që ka përfaqësuar Shqipërinë në konkurse ndërkombëtare të bukurisë, të vishet me elementet e veshjes më të vjetër shqiptare, trashëgimi e qartë e kulturës sonë lire, ku vetëm nëpërmjet saj ne paraqesim historinë e humbur të kombit ton, që malsorët tanë përcollën deri në vitet 1950-1960. Pra, e vetmja që jep identitetin e kombit shqiptar nëpërmjet motiveve, ku emblema më e dukshme për të gjitha është shqiponja. Në misterin e xhubletës janë një seri simbolesh ku paraqesin lidhjet me fen katolike romake, besimit e Zotit, dashurinë dhe bukurinë e femrës malsore. Që prej vitit 2022, xhubleta është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s, në nevojë urgjente për mbrojtje.
Me një vajzë kaq të hiqme, tek e cila Xhubleta fiton tjetër jetë e tjetër pashi, ne dëshirojmë të kthehemi pas në kohë duke improvizuar traditat e dikurshme. Oj, zoti i shtëpis! A ka byrëm? Po, si s'ka. Mirë se gjeta. Mirë se edhe. Më tej fal edhe bashkëpunimit me zotin Bruno, të cilit i ka shumë hije plisi, improvizojmë kur nusja e shtëpisë sjell kafen te Oxhaku. E ndërsa Rita jep këshillat e qëndrimit për të dyja palët, Aleksi fikson momentet për të realizuar këtë video të bukur. Në fakt, tradita të tilla po harrohen, edhe pse i përkasin një kohë të shkuar, ato është mirë të fiksohen përmes një kamere për t'ua treguar brezave. Këto tradita janë dëshmi e etnografisë shqiptare, historisë së popullit tonë, të autoritetit, fisnikrisë dhe bukurisë. Bruno, si e përjetove ti? Shumë i kënaqur. Është shumë e rëndësishme me pa këto tradita të vjetra, gjupuletën 3.000-4.000 vjetre. Edhe duhet me vazhdua për gjithmonë që të traditat më të bukura tona. Dëshirojmë të mësojmë më shumë për nusen tonë malësore që na e zbukuroj këtë kull, por dhe ditën tonë që në orët e para të mëngjesit. Pam një nusë shumë të hishme, edhe gati na u duke sikur i rritur në ato kohra, por në fakt jemi në 2025-ën. Ishte e vështirë ta mësoje deri në momentin që duhet ta praktikoje të sidhe këtu kafe dhe raki? Faleminderit për fjalët e bukura. Nuk është e vështirë se fundja unë jam një malësore dhe rënjet na thrasin gjithmonë. Unë i di këto gjëra, këto tradita dhe dua që të vazhdojnë gjithmonë, t'i përcjell edhe tek brezat, tek fëmijët e mi, pse jo. Sa bukur që e the kështu, po të mësoj më shumë kush është përtej kësaj veshje me xhublet. Një vajzë e bukur e hishme, e cila origjinën nga e ka. Origjinën nga Hoti. Jam vajzë hotiane, jam malësore. Unë jam Marta Çelaj, për ndryshe, shumica mund të më njohin për përfaqësimet e mia që kam pas për Shqipërinë ndërkombëtarisht si Miss. Dhe tani jam një studente e drejtësisë, e përfshirë në gjitha fushat nga pak, por shumë e lumtur që rikthehem për të veshur edhe këtë xhublet këtu kaq të bukur. Këto tradita fliten në familjen tënde? Është e rëndësishme që prindrit nganjëherë të bisedojnë me fëmijët e tyre apo? Patyshim. Unë që e vogël jam rritur me tradita dhe me çdo gjë tjetër që i përket malësisë. Kjo intervistë po të merret në Guci. Pra e sjerën për gjithë teleshikuesi që bëjmë fjalë për Hotin këtu dhe jo Hotin pjesë e malësisë madhe, megjithëse jemi një unifikimi i gjithëve. Malësor gjithë. Do bëjnë atë pozicionin gjeografik se ku jeti. Në Vuthaj ke ardhur për pushime, të di më shumë, janë të afërmit këtu? Padyshim, kam të afërmit dhe të Vuthajve, gjyshën e kam vuthiane, kështu që padyshim një pjesë në zemrën time kanë dhe Vuthajt. Pra, metropoli nuk na tjetërson, Tirana me vrudhin e saj, ku aty të ofrohen bregdeti, janë pishinat për të kaluar pushimet, por jo, ti zgjedh që të vish në Vuthaj. Me ta thonë si malësort. Me dialekt ma thonë. Askunde në botë ma mirë nuk e një i vetën se në malësi. Edhe çdo herë pushimet këto është një kënaqësi shumë e madhe me ardhë edhe me i bë këto. Sa gjë e bukur. Si ndihesh me veshje? Sot është hera e parë që e vesh, në fakt, një kënaqësi, një privilegj. Hera e parë që e vesh xhublet. Hera e parë sot që vesh xhubletën dhe një kënaqësi dhe një emocion, një ndjenjë pa përshkrueshme. Domethënë, sytë e mi ishin me lotë ndërkohë që po e vishja. E di që ka 8 vite që kjo xhublet pret, një vajzë të hishme dhe të bukur dhe më mirë që ka pritur 8 vjet dhe ja ku e ke veshur ti. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi edhe më njëherë sapo Aleksi më tha unë pranova me shumë kënaqësi direkt, shumë shpejt se edhe pushimet kanë vrullin e vet dhe më njëherë erdha që ta vesh, se është një privilegj. Suksese mbarsi në studimet e tua njëherësh, po dhe gjithë aktivitetet në fushën e estetikës, bukurisë. Faleminderit shumë. Qenë ke dhe vajzë mençur. Faleminderit shumë. E vlerësoj, një nga komplimentet më të bukura që mund t'i bën një vajze. Mendoj që kjo pjesa e zgjuarsisë e veçose. Komplimente për bukurinë marrin gjitha vajzat. E pas intervistës së realizuar në shtëpinë e Alex Selimaj, ne së bashku me grupin që dëshironim t'i jepnim jetë traditës, shkuam pranë krojeve të Ali Pashës në Guci.
Aty pranë, ku Arta do të përpiqej të sillej si në kohë të vjetra, duke u përfshirë emocionalisht, jo vetëm nga ajo që po ndodhte në këtë mëngjes të bukur, por dhe gjithë historitë që ka dëgjuar nga prindrit e saj mbi vendlindjen dhe vendin e të parëve. Është mjaft interesant fakti që edhe pse për më tepër se 10 vite vim vazhdimisht për të realizuar emisione në Plavë dhe Guci, të gjitha herët këtu gjen diçka mjaft interesante për ta pasqyruar. Në emisionin Pusho Shqiptarçe, nuk është vetëm bukuria natyrore që i ka bërë fatlum këta njerëz, pavarësisht se ende nuk po e shfrytëzojnë në dobi të mirëqenies së tyre, por janë vetë ata me shpirtin mikpritës e të dashur që na bëjnë gjithmonë të rikthehemi te ky vend i bekuar.